Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Harullah. Sot kemi një intervistë, një podcast të veçantë me zotin Nenad Darashić, lideri i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dhe një figurë e njohur në politikën e komunitetit serb dhe të Kosovës në përgjithësi. Zoti Rashić është zgjedhur dhe nënkryetari i Kuvendit Kosovës. Në këtë epizod të këtij podcasti do të flasim për natyrshëm zgjedhjet lokale që sapo mbajtën, rezultatet që janë në përfundimësi për përfshirjen dhe atë se çfarë doli rezultati te komuniteti serb dhe te partia zotit Rashić, por edhe se çfarë na pret në atë që ka të bëjë me qeverinë e re apo në zgjedhje të reja. Vlen të theksohet në fillim që ky podcast përkrahet nga kompania Exfis, kompani e derivateve. Zoti Rashić, mirë se po ritakohemi sërish. Po, mirë ditë, mirë si gjetë. Më vjen shumë mirë që shpesh ko pas kohe kemi mundësi me bashkëbisedu bashkarisht për tema natyrshëm që kanë të bëjnë me çështjet që janë edhe në Kosovë, edhe aktuale, natyrshëm. Tash aktuali kemi rezultatet që janë në proces të përfundimit nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partia e jote, jo keni marrë pjesë në zgjedhjet lokale në pothuajse të gjitha komunat e Kosovës ku ka komunitet serb. Çysh jeni do me këto zgjedhje kësaj radhe? Shikoni, spari ne kemi marrë pjesë në 6 komuna, nuk kemi marrë në 10, sikur që mund të për shembull supozohet në një moment, por në 6 komuna sepse kemi vlerësuar se spari duhet të dini mirë dhe rrethanat politike dhe e dyta varet prej resurseve që keni ose nuk keni në këtë rast ne si partia e vogël dhe gjithë në aspektin përgjithshëm politik kur për shembull kur flitet do fjalë që bëhen për zgjedhjet jashtëzakonshme ose parlamentare ose lokale, ne nga partitë vogla shumë po friksohemi sepse është ndryshe kur jeni me një parti të vogël me resurse të vogla me kapacitet njerëzore poshtë të limituara në krahasim me partitë mëdha të cilit kanë krejt ato që neve na mungon. Dhe ashtu në atë aspekt ne kemi garuar në 6 komuna, dhe në 6 komuna kemi pas kandidat për kryetar gjithashtu. Do të thotë 3 në veri, do të thotë kushtimisht për thonë veri dhe 3 në jug, që është po ashtu një balans të mundësive, të them kështu, nga ana të resurseve dhe gjithashtu dhe një përfaqësim që të jetë ashtu dhe prezantuar dhe në veri, pavarësisht që kjo është herë e parë që po dalim do thotë në këtë formë partisë politike në zgjedhjet lokale në veri. Por megjithatë, kemi sikur që e dini dhe këtë vit në fillim të vitit kemi pas zgjedhje parlamentare, prandaj është një vazhdim të them kështu promovimit të partisë politike në veçanti të vlerave të cilat ne konsiderojmë janë të më të rëndësishëm në këtë proces. Prandaj kemi marrë pjesë në 6 komuna. Rezultatet kemi pritë që mund të janë edhe më të mira, sepse kemi pas një promovim, kemi pas një prezantim i cili më shumë ti ka qenë një formë personale, individuale, tu ofruar të njerëzve në aspektin personal, por gjithashtu dhe në aspektin digital, nëse mund të them, kemi përdorur platformat të rrjeteve sociale, sepse dihet të na që është dhe kemi identifikuar me vite që ka një problem të mundësisë organizimin sikur të bime dhe këto sende, sepse oponenti jon kryesor, sikur që është ISS-rve, i përdor ato informacione kundër nesh. I përdor të identifikuar të gjithë ata simpatizues eventual ose potencial, tu i përdorin ato dhona që ti bojnë pastaj ato kërcënime, shantazhe, mobbing, sikur që ka bënë ndërmjetami. Prandaj kemi pas një feedbackun pozitiv nga qytetarët, sepse besoj që për këto 2 vite gjys, kjo që kemi bërë në veçanti në brenda ministrisë dhe për do thotë me fondet e qeverisë në tërë territorin e Kosovës është një rezultati pa modesti po them jashtëzakonisht i madh, sepse ajo ministria kur nuk ka punuar në formën as transparente, as në formën të rregullt, shikur në hije ton kohën dhe unë ka njëri kom përdor dhe termin për ministrinë për komitetet e këtim atë kohë, kom thonë, sikur vrima e zezë. Atje asgjë nuk del, vetëm po tith krejt ato sende tjera. Prandaj, me gjithë ato që kemi punuar, prapë besoj që këtë dhe kjo kemi mujt të shohim se një presion i madh prapë ka ardhur në forma të ndryshme, shumë forma kanë dhe ashtu që na kanë limituar
një formë që të kemi një, të them kështu, të numrin të votave të cilët po konsiderojnë që meritojnë. Qëllimisht lash te pjesa e parë me ndo si informacion vlerësimin për rezultate, pastaj po kthehemi në disa çështje që i diskutove. Po do mu kthy te 6 komunat që përmende. Ende është herët se s'është finalizu komplet procesi, po përafërsisht i ke shifrat. Do t'jesh i përfaqësuar si parti në asambletë të këtyre 6 komunave? Po, do të jemi më së paku në të cili prej komunave kemi më së paku ka një asamblist që prapë që s'ka ndodhur në kaluarën. Që s'ka ndodhur në kaluarën, po edhe kjo ka qenë, të them vërtetën, një cak kryesor për ne prej fillimit të munizoni një zot tjetër i komunitetit serb brenda asamblesë të një komunës. Sepse kjo është me rëndësi që të ketë një përfaqësim në atë komunë dhe kjo e lehtëson, jo vetëm nga aspektin politik që keni mundësi që ta flisni sa i përket problemeve, por gjithashtu edhe nga aspektin teknik. Dhe demokraci më e madhe brenda. Po, dhe nga ana të KQZ-s për shembull, keni pasi që keni një përfaqësim në nivel lokal, çdo zgjedhjet që vijnë radhazi ju trajtojnë ndryshe se sa ata të cilët nuk kanë qenë pjesë të parlamentit lokal, të them kështu. Prandaj nga aspekti teknik KQZ duhet të marrë si një, të them kështu, kuptim ose pranim që ne jemi prezantuar si parti politike dhe në asamblee komunale. Kështu që diçka sikur që e kemi për shembull në parlament të Kosovës ku normale që ata të cilët janë parti politike që janë pjesë e parlamentit, pastaj nuk kanë nevojë as që të ngrumbëllaktojnë ato në shkrime, e kanë përfaqësues komisioner, kanë në gjitha vendet ku i kanë pas vota, ashtu që ka një lehtësira do teknike të cilat janë të nevojshëm sa i përket organizimi politik, në veçanti para fushatës, gjatë fushatës, në veçanti në ditën e zgjedhjeve. Prandaj në atë aspekt ne kemi arritur një, të them, rezultatin, një sukses ku do të jemi pranishëm në krejt ato komuna të cilat kemi garuar. Ky lajm natyrshëm zhvillim i mirë pozitiv edhe për shtrirjen e partive tjera politike serbe në komunat e Kosovës, sepse përmendëm e di kemi bashkëbisedu viteve të kaluara, është thonë edhe në raportet të monitoruesve të vëzhgueshve të zgjedhjeve në Kosovë, edhe le të themi ajo që ka ardhur si intimidim, kërcënim, largimi nga puna. Ne kemi parë edhe kësaj radhe një lloj proteste në pjesën jugore të Kosovës me një komunë specifike. E pam zotin Vučić, presidentin e Serbisë, që në kohë të zgjedhjeve në Kosovë edhe me një propozim për punësimin e 400 vendeve të reja, pra u quajt kjo si ndërhyrje jashtme për të eliminu dhe për të përkra listën serbe dhe përfaqësuesit e saj dhe për të shu zona tjerë. Sa ju ka dëmtu kjo në kësaj radhe dhe në përgjithësi? Shumë. Çdo herë shumë dëmton. Që të kuptojmë, që të kuptoni pse kaq shumë, duhet të kuptoni që serbët të Kosovës janë të lidhur në shumë elemente, nga shumë aspekte me Beogradin. Kur po them Beogradi, nuk e mendoj politika, por krejt një aspektin kulturor, fetar, psikologjik, shëndetësor, dhe kjo që kemi ne problem që Vučići si një diktator e keq përdor çdo mekanizëm ka pas Serbia, kjo është një tërgim tjetër. Por serbët janë lidhur me, dhe normali ato lidhjet nuk mund të ndërpresin kurrë. Ato aspektet e më gjëra kulturore, dhe kjo mbetet aty. Por kjo këtë moment, këtë formë të keq përdorimit të institucioneve të Serbisë reflektohet ku ai njeri për çdo zgjedhjet qoftë parlamentare, qoftë lokale, sikur që kemi pa, jo vetë që i premton, por i kanë një sistem me mjete të pothuajse pa kufizuara. Aparatura shtetërore në funksion. Po, absolutisht. Me çdo element, zikur të na në veçanti, me element ato aparat shtetëror që keton, por gjithashtu dhe kjo aparat i tjetër i cili është në hije, aparat i zi, të them kushtimisht në mënyrë figurative, i cili po përdoret, e përdor ato aparatën financa, edhe i përdoret në atë, me thonë, mënyrën e vrazhët, me kërcime, me shantazhe, mbyllje me një dhunë fizike ndaj njerëzve të cilët nuk janë të dëgjueshëm, dhe krejto të lidhur mes bashku kur bëhet me, për shembull, Agjencisë të Inteligjencës së Serbisë, e cila është absolutisht në, të them ashtu, shërbim të atyre elementeve të zi, ju e keni një rol, për shembull, ku e keni
mund të, për shembull, në disa lloj të kërcënimeve, shantazheve, intimidimeve, janë duke nisur prej vendit të punës, socialen, këto inkome që janë financiare. E dyta, keni kërcënimet me familje, pavarësisht ku jetojnë këtu në Kosovë ose jetojnë në Serbi, dhe elementi i tretë është normalisht që ndalesa në kufi ose kur do që shkoni do të jeni interesuar në këto varësende. Dhe shikoni që ta hyj, edhe pse jam po mirë me politikë 20 vjet, dhe normale që çdo procesi zgjedhor i cili nuk është ashtu siç keni prit, po ka një zhgënjim normalisht. Por prap kur them, kur e di krejt këto elemente që kam përmend, nuk mund të udhënohem me një qytetar ordiner i cili e ka varet prej ato socialeve ose varet prej shkurje deri në Serbi, pavarësisht për çka, për shembull, arsye kryesore që të shkohet në Serbi është shëndetësia, këtë rast shëndeti i njerit, familjes e kështu me radhë. Prandaj krejt këto sende kur e kupton njeri, me çka pallëvoqojnë qytetarët tonë, me çfarë lloj të aparatin e vrazh dhe i zi në një mënyrë ekstrem të keq përdorimit, po më duhet të kuptoj se dhe nëse indikon ai kërcënim në formën që ata duhet të votojnë. Prandaj krejt që ju kam thonë janë tregime të shumta, më besoni, dhe po të kishim pas mundësi që të kemi një pluralizëm, unë po ju betohem që kjo nuk do të ishte rezultati i tillë sikur që kemi tani. Por me krejto elementet të cilat po përdoret, absolutisht është. Megjithatë ka një lëvizje pozitive kësaj radhe në kuptimin daljes në pa të zonave tjerë edhe në asamblet komunale, sikurse jo, pra do të ketë zona tjerë përveç rikthimit që ndodhi me listën serbe, u ditë për faktin që e përmende me shumë të drejtë, pra një farlloj le të themi përveç asaj aspektit financiar, largimin nga puna, presionit politik, nën tokës ose që ajo e zeza që e përmende, dhe aparatura shtetërore duke përdorur edhe inteligjencën dalin kufi e gjitha këto. Megjithatë, dolën do zona tjerë të cilat nuk ju nënshtruan shti presione. Po vërteta në fund po, dhe me krejt to sfida që kemi pas, normale që si që përmendë edhe ma herët në veri, ndoshta para 3-4 vjet ose ma shumë, nuk e qenë e mundshme bile të ketë një zot tjetër, një të them ashtu strukturë i cila po garon për drejtet veta, bile tash kemi një të them ashtu përmirësim të situatës sa i përket përfaqësimin e komuniteteve në veçanti në veri, por kjo nuk është të tërë, po ne duhet shumë a shumë. Tash ju tregoj një rastin sikur që ju keni përmend në fillim, ton kohën ne kemi do vazhgues monitorus të Bashkimit Evropian dhe ata. Edhe di ju jeni takuar në të kaluarën gjithmonë. Besoni që prej fillimit, kur jeni 20 vjet në politikë dhe në veçanti nëse sikur që unë jam pjesëtar i komunitetit serb, i cili shtu po intimidohet, siç e thon ti një fjalë mirë, normale që krejt të them ashtu bashkëpunëtor në aspektin e zhvillimit të pluralizmit, normalisht që unë po i respektoj çdo mund e çdo personi i cili vjen që ta punon në ndërtim të fuqizimin e pluralizmit. Por për shembull, unë brenda atyre 20 vjet i kam pa shumë zgjedhjet, mas paku i kam participuar ndo 10 deri në 12. Dhe çdo herë kur kanë ardhur këta vazhguesit, normale që unë glejt kapacitetin që kam, i kam ndërtuar që ti shpjegoj çka po ndodhet ku janë elemente kështu. Por her pas herë, pas herën e 10 ndoshta, ju e po kuptoni që ai raporti që del pas zgjedhjeve, 6 muaj pas zgjedhjeve, nuk ka kur fa ndikim. Që po edhe këto të fundit që doli këtu për zgjedhjet e shkurtit. Po, sakt. Dhe u tha ato që apo i thotë që than letër. Për herë e parë, tash po ju them sinqerisht, për herë e parë, një ftesë e tyre kom refuzuar, sepse më kanë ardhur ftesa, pavarësisht që kemi të ku gjatë fushatës shumë. Ftesa e fundit thotë shtunën një ditë para zgjedhjeve, që unë me bashkëpunëtorët e mi, të cilët marrin pjesë në të thotë në garë për kryetar, që të vim një takim në Swiss Diamond në ora 18:10 deri 18:40, që të kemi një takim.
Dhe nuk kom të të vërtetën dhe unë jam njeri besoj që i durimshëm, por Nuk shkove. Sabah, jo, nuk kom shku, por në Sabah i kom shkrujt ashtu sikur që kom prend shumë herë. Dhe birje bold. Unë zakonisht përdor boldi kur duhet të tekstoja një send, po thon për shkak që e kom pas dorë 6-7. Këto që i kom thon, por pak ma sakt. Dhe i kom thon, nuk mund besoj që po më thoni me bashkëpunëtor të mi që të kaloj për shembull qoftë prej Leposaviçit ose Rani Llugut atje, të kaloj një kandidati 2 orë deri të erdhë në Prishtinë për gjysore me ju dhe të kthehej prap në një ditë para zgjedhjeve. Po thon natën e fundit. Natën e fundit. Po mdoket që ju nuk kuptoni seriozitetin me çka po mirë me ne. Ju falenderoj shumë dhe ditën e mirë. Herë e parë, por prap pas 20 vjet. Herë e parë që bile kom shkrujt një send që mund të quhet sikur që dokumenti refuzus, sa i përket një takim. Kjo është herë e parë. Por mu, po më intereson, bile në ato raporte, të cilat janë shumë të buta. Kjo ka qenë arsye pse kom bë me shkrim, sepse ndoshta i përdorin prej sendeve të cilat kom tekstuar në atë raportin që janë shumë të vërteta dhe ndoshta pak që të quajmë ato probleme me emrin e sakt. Jo me emrin kemi vrejt, ko indikacione, ka tendenca për të dhe shumë ra. Prandaj besoni që une kom që thoni ju kominatin sepse ata që po na tregojnë çka është demokracia, çka është pluralizmi, vetë nuk e sjellshin aty në atë mënyrë sikur që ne e preç. Kështu që është një luftë e gjatë, besoni, dhe kënjëherë ndihem veten i lodhur me këto është e lodhshme, absolutisht. E di edhe politikanë të tjerë të kalumën të komunitetit serb, të cilët kanë qenë si jo, shumë prej tyre nuk janë pjesë e proceseve politike për arsye të ndryshme, nuk po duam me përmend me emra, po për shkak të lodhjes dhe presionit, sepse mbi të gjitha njerëzit kanë jetë familjare, kanë familje, kanë fëmijë, kanë shkollim, edukim, nuk duan me qenë target i grupeve të ndryshme që kanë ndodhur edhe në komunën prej nga vjen ti në të kaluarën që kemi bashkëbisedu, edhe shpesh herë largohen krejt nga jeta politike për arsye të tilla. Apo arrin në komunitetin serb zoti Rashić me te kalu ky moment, me u shpërfash njerëz të ri, unë një përfaqësues të shoqërisë civile të ndryshëm të komunitetit serb, media, gazetar, po janë pak do në zamër. Edhe ti den, janë pak, sot pak zgjem për me mujt me diskutu për çështje. Po, sfari janë pak dhe gjithashtu e kanë do kufi sa mund të shkojnë në këtë kundërshtim të listës serbe, për shembull, në këtë rast. Sa kufi të, si më thon, psikologjike, derisa mund të shkojnë, dhe kufi financiare. Ata kritikojnë, por vetëm mbeten to kritika. Veprime shumë pak ka ose nuk ka. Dhe tash kur keni thonë është vështirë, është e lodhshme, tash derisa bisedojmë ne, djali im i vogël është u prit 4 orë në kufi me Serbi, pasi që ai studion në Serbi, dhe për çdo herë kur shkon hyrje dalje, po e mbajnë ka 4 orë, pa kur fare arsyetim. Në pjesën e kufirit të Serbisë, po. E marrin letërnoftimin dhe po thotë është rregullat që duhet me thirr bien për kur më të shu. Dhe e kanë gjetë një pjesë të ligjit që thotë dhe njerëz të dushimt mund të janë të, si thon, mbajtur, është prekje mirë, deri në 4 orë, nëse ki njerëz të dushimt. Dhe për çdo herë djali im është i dushimt, për shembull, para 2 ditë fani ka shkuar, tash po kthehet, ka ndodhur një moment para 2 muaj besoj. Çfarë moshe jemi të fol? Mosha 22, 23, po studenti është i cili dhe për çdo herë, dhe unë e di çka është pyetje, normalisht janë pyetje jo. Është një lufta psikologjike speciale, atu nuk ka kur fare dyshim. Para më dhani kur gruaja ime kur ka shku herën e fundit ka qenë të ndalur gjithashtu 4 orë në kufi. Dhe unë e di për çka po mirem aty. Por po vjen keq gjithashtu dhe bashkëpunëtorët e mi dhe familjarët e tyre shpesh herë kanë probleme të njëjta. Tash për shembull kandidati që ka për Rani Llugu ka qenë është dhe ka shkuar në pasi që është Ana Moravis, ka shkuar ka pjesa Preshevës ose Bujanosit, normalisht e kanë nal, e kanë ndonjë njerëz se cilit vishin, prezantojshin veten sikur që punojnë për bien,
e kanë marrë e kanë qenë. Pra kryesisht ata intervistohen ose mirë mbyti nga njerëz të BIAS në Po, çtu thonë që janë. Po kështu e thoshte edhe zonja, më kujtohet zonja Rada Trajković disa herë kur ka pas për shkakun disa ndalesa në pikën kufitare. Po Rada Trajković Trajković herë ka qenë shumë rrezik se krejtë to kufit, të them ashtu, ligjari kanë të kaluar. Jo 4 orë, po ajo është mbajtur nëse nuk gaboj 22 orë. Edhe gjendje shëndetësore shumë shëndetësore dhe insulinin ajo më thiri në atë moment me të gjejmë insulinin me e sepse ajo është e ka diabet është dhe kështu që duhet të vetëm të shikoni në çfarë të them ashtu egrësi përdorin këta njerëz të cilët po na konsiderojnë neve që jemi armiq të tyre. Ose pjesë të cilët po thonë ata njerëz madje kështu i kanë thonë njerëz të afërt me Albin Kurtën ose ku ta diun kushdo që është në pushtet në Kosovë, në qeveri i kanë thonë, ajo që kam lënë shumë përshtypja që duam po të thu këto one është qysh edhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë, dorën zamër, shpesh herë nuk është shumë në përkrahje të qisoj diversifikimit të partive tjera. Pra ata e shohin shumicën ku po shkon edhe janë ma zyrtar ata për të taku. Po jo edhe këto nuk dyqysh i shohin ose nuk i shohin çdo pengesat e vogla ose i tekalojnë edhe shpesh herë kjo na të shumë edhe juve sepse ju bën muni keq pasaj sepse nuk ka shumë ç'më thon nuk mirët shumë si rast. Shumë nuk ka reagime, i zash me pas reagim, nëse një zyrtar i partisë tënde ose i familjes tënde në pikën kufitare ndalet 4 orë, i zhdas me pas reagime edhe nga përveç Kosovës, shtetit edhe institucione kutadione, edhe institucionale, sepse mbi të gjitha po pengohet një përfaqësues i komunitetit serb. Sa përqind i ka, s'ka shumë rëndësi. Sakt. A e keni vrejt ju këto që mund të bëhet këto, apo nuk po dojnë me bo ma shumë? Nuk kanë interes. Shikoni, pasi që këtë trajtim, po, absolutisht, trajtim. Ajtë të në thoj se trajtim, unë po përjetoj që prej 2013-14, sot 11-12 jetë. Dhe unë prej fillimit, nuk ka person, e cili nuk kom thonë, shamull nga aspekti takimeve diplomatike në nivellit lartë, që kjo po ndodhet, jo vetëm për mu, për bashkëpunëtorët e mi, për familjarët e mi, besoni që pas 10-11 vjetë po bëheni shumë lodhur, i depresiv, që mos me pas asnjë reagim në formën mbile që dikush ta gjykon në formë, ta kritikon këtë metodologji të punës, edhe pse emisari i fundit Karova emrin për momentin, emisari i fundit Peterson? Jo, bashkimit të SBA-s Amerikës, kur ka qenë këtu një kohë të gjatë para 2 vjet pas me para Grenell. Para Grenell është ka qenë ky emisar i posaçëm sa i përket Kosovës së Serbisë, po më bën mend, harrova një moment kur kemi pas një prej takimeve, ai ka qenë ashtu aktiv, të them, mes palëve në të procesin, bile në atë momentin besoj që këtë marrëveshje e Ohrit është krijuar, është nënshkruar ose nuk e qenë shkruar, por është përfunduar, të them ashtu. Ishte edhe Matthew Palmer, ishin disa tash Jo, s'ka shumë rëndësi. S'ka shumë rëndësi. S'ka shumë rëndësi amre. Megjithatë, unë bisedova ashtu sakt dhe në atë takim që kemi pas, nuk kam qenë unë i vetmi. Ka qenë do njerëz tjerë, të cilët kanë pas probleme të njëjta. Dhe unë kam thonë, ju lutem, kjo është normalisht represion e cila po zgjatet me vite. Dhe e mora vesh në për tavolinë aty që njerëz tjerë të kanë gjithashtu, të cilët nuk janë politikanë, por janë kritik ndaj pushtetit në Serbi, dhe njëjtin aportuan njëjtin sen. Dhe ai premtoi kështu, unë personalisht do të bisedoj me Vučićin sa i përket këtë problematikë. Asgjë nuk ka ndodhur. Do thotë ndryshimi trajtimit nuk ka ndodhur. Tash, a kanë folur, ndoshta janë, nuk e di unë. Po s'ka pas diçka që ke vrejt. Jo, ndryshim absolutisht nuk ka pas. Kështu që dëshpërues është që krejt duhet të bëni vetë. Dhe me forca ashtu, me zemër të thonë vërtetë, më shumë ti me zemër se sa me forcë. Kur e flas për forcë, po duhem të përdor forcët forcave politike, njerëzore, kapaciteteve, absolutisht. Ashtu që në fund me të vërtetën ne kemi
me thonë një rrugë shumë vështirë të jo betejës, luftës për demokraci. Se kjo nuk është asgjë më pak sepse se lufta për demokraci, për ndryshe nuk mund të përdor ndonjë fjalë tjetër duke ditur për shembull çka po ndodh në veçanti këto 12 vjet të fundit me diktatorin Vučićit, i cili ka humbë çdo lloj të racionalizmit, të racionalitetit, është një gënjeshtër patologjik ku ju nuk keni opsione tjetër përveç me këtë rini të cilë është në procesin e protestave të gjata që është për shembull, unë jam i sigurt që kjo do të mbet në librat të shkencore sa i përket me thonë politikës dhe një guxim dhe një vullnet të njerëzve të ri, çfarë fuqi dhe çfarë entuziazm e sjellin të gjithë na. Është që një përkrahje ashtu njerëzore mbi të gjitha po ndi ndaj tyre. Dorën zamër, pas ato protestat e mëdha në kohën e Miloševićit, këto llogaritë të jenë protestat më të mëdha, paktën ashtu që shikon po edhe opinionin edhe mediat profesionale në Serbi i referohen si protestat më të mëdha që vinë civile nga studentët që kanë ndodhur në histori të Serbisë. Nuk e di që do të shkojmë fundi, na s'po dojmë fol për atje në Serbi, po flasim te pjesa e Kosovës. Diskutojmë te pjesa e parë, zgjedhje lokale, gara, intimidimet, partia jote. Tash po shkojmë te niveli qendror, këta minutat e dytë, pjesës dytë. Ju jeni zgjedhur nën kryetar i Kuvendit Kosovës për tentimin e dytë pas seancës së parë kur dështoi fillimisht. Lista serbe, përfaqësuese e listës serbe e dërguan në gjykatë kushtetuese çështjen e zgjedhjes suaj, në të cilën herë ju votuat edhe nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk kemi një vendim final të asaj se çfarë do ndodh, pritet ka diskutime që mund të del brenda kësaj jave një përgjigje ose një vendim, për faktin që kemi edhe kryeministrin e detyrë zotin Albin Kurti, të mandatuar nga presidentja Vjosa Osmani për të bërë qeverinë. Tash punojmë te e para. Gjykatë kushtetuese ka shku emri juaj, zgjedhja juaj. Çfarë pritni nga kjo situatë? Mund të jetë zgjedhja juaj legjitime, e rregullt proceduralisht, apo keni hezitime që mund të rikthehet në pikën zero dhe të kërkohet që të votohet edhe një herë në kryetar Kuvendit? Spari një herë po ritheksoj që një tregim të racionalizmit, të them thu, ashtu dhe përgjegjësisë institucionale nga ana të GDK-s që kanë votuar atë ditë, sepse konsideroj që ka qenë një veprim shumë ashtu i pjekur. Sa i përket angazhime tjera të listës serbe, ankesat që e dërgojnë, ata do të gjithmonë do të ankohen kursion ata. Gjithmonë, gjithashtu, por unë nuk pres që do të ketë ndonjë masë administrative këtë moment, që thotë nuk them që nuk di 100%, por jam 95% i sigurt që nuk do të ketë. E dutja, a kanë drejtë, nuk kanë drejtë, shikoni, mund të varet prej gjykatit kushtetuese. Se unë sa e shoh, edhe pse prapë them nuk jam jurist dhe nuk jam ekspert në ndërshë ligjit për kushtetut, por unë e shoh që më është e mundshme se të vendosen të dy anët. Sepse kushtetutja, e lexon çka është shkruar në kushtetut, por duhet të keni një klozhur që thuhet, një konkludim të situatës. Këtë rast, edhe pse nuk krejt e thome, ju mund të përdorni interpretim i cili po sugjeron që ju nuk keni gjetë në dokument sikur i tillë, sepse është një kushtetut bazë, nuk kemi pas kohë që të zgjerohet në elementet e parashikojmë për shembull raste sikur që kemi tani dhe të përcaktohet në kushtetutën, por i ka interpretim i cili mund të shkon në të dyja të temave të drejtimit. Dhe ata janë që mund të thotë po është në rregull, sepse nuk shkelet kushtetutën në asnjë element aty. Sepse nëse shikoni kushtetutën, aty nuk ka kur shkelje. E ka një element për të cilin tash varianti i dytë do të mund të ishte diçka sikur që pasi që në rregullorin thuhet që partia tash nuk mund të citoj për diçka sikur që thot diçka sikur që partia me mas shumë përfaqësues ose deputet e propozon. E aty nëse hin në rregullorin që thuhet, prap kjo nuk është
është pjesa e ligjeve normalisht, por nuk është kushtetuta. Kushtetuta nuk shkeljet në këtë rast. Ashtu që nëse gjykata kushtetuese hyn në këtë interpretim që është bazuar vetëm në kushtetutën, aty nuk ka kurrë shkelje. Nëse hyn në aty, siç thash, rregulloren, aty mund të gjetet a përshikni aty që propozon partia që ka më shumë të deputetë. Kështu që besoj që 50-50 është që thotë ajo. Çka do të vendosë gjykata nuk e di, por pra mund të jetë gjys-gjys ose dy anshme, dy anshme, po, dhe bile me shansa për që ta thash 50-50. Me shansa besoj që jam bashkë aty 50-50, asë nëna, çka do të vendosin, një prej tyre duhet të vendosit, cilje prej tyre besoj që une normalisht sikur kandidati i cili normalisht që nuk ka shkel kushtetutën, kom drejt të besoj që do të vendosin në formën ku jam zgjedhur në procedurë rregull që në kryetari ku vendet ka komunitetin serb. Po, absolutisht. Dhe kjo është për parlamentin, për elementet tjera për qeveri dhe këto do të shohim. Mirë, kjo është sa i përket çka ti mendon dhe beson që do të vi te gjykata kushtetuese ose çfarë do të sjell vendimi që pritet mund të dalë edhe kësaj jave, nuk ka, po për asaj që pse po thon brenda kësaj jave, për faktin që kemi një afat të caktuar kur zoti Albin Kurti, kryetari i lëvizjeve vendose, i ska dhënë afatin këtë javë të dielën, sa i përket qeverisë Kurti 3 pas mandatit të dhënë nga presidentja Vjosa Osmani. Tash, zoti Rashid, nga situata, unë e di që jo dhe plot deputet të tjerë që janë të komuniteteve të tjera në Kosovë, janë shpreh te numri i përgjithshëm që janë dikom 56-57 minimalisht, pa Duda Balin e cila ka vazhdu me insistu mos me përkrah qeverinë Kurti që thot për shkak të komunës në Reçan, dhe të zotit Adem Hoxha që vjen nga komuniteti Goran, i cili u bashkua fillimisht Aleancës për Armërinë e Kosovës, pastaj u rikthye te lista serbe dhe te grupi parlamentar. Ajo është njëri prej nënshkruesve edhe të asaj që dërgimit në gjykatë kushtetuese. Tash ka diskutime të ndryshme gjatë këtyre 2-3 ditëve, është shumë afat i shkurt për të pas ose për të besuar se mund të ketë një qeveri në fund të javë. Nuk e di, politikisht mund të jetë e mundshme. Qysh jetu e pas situatën te, apo shkojmë drejt një qeverie me pak numra e kushdo që mund të jetë aty, apo shkojmë drejt një qeverie që mund të vijë nga opozita e deri djeshme, apo zgjedhjet janë zgjidhja e fundit në këtë situatë. Ku dush nisja? Spari, në përgjithësi nuk jam tepër optimist që të dilen do të formojmë qeverim, megjithatë unë jam normalisht sikur i çdo herë i përkushtuar dhe do të marr pjesë, normale që do të përpiqem brenda kapaciteteve të mia ta sugjeroj aktorëve që janë brenda këtij krejt që keni thonë ju korpusin politik që të gjetë zgjidhje, sepse siç thash ju në fillim, partitë mëdha e kanë shumë më lehtë që të shkojnë zgjedhjet kur doni. Ne partitë vogla kemi shumë vështirë dhe po dëshirojmë me çdo mjet me zgjidh problemin mos ta shkojmë në zgjedhje të reja, të cilat në këtë rast shkurt janë opsion më reale prej të gjitha atyre opsioneve tjera që të cilë keni tonë. Spari duhet ta prap ta përsëritet ku çka është elementi destruktiv aty. Po thuaj se mungesa e non-deputetëve ose 10, kërkoj falje. 10 deputetëve, ju e dini që ja lujdoj për listën serbe dhe Alepoxhe, të cilët nuk kanë luajt rol konstruktiv, por këto vite të fundit po luajnë rolin absolutisht destruktiv. Destruktive. Prandaj kushdo që e merr ose po don ta bon ndonjë lëvizje, bisedë ose koalicion me ta, duhet ta mendon twice, që thuhet jo, 3 herë duhet të mendoj çka do të thotë ajo për jetën politike ose për parti politike e cilin përfaqëson. Prandaj nëse i përjashtojmë ata në kusht, po them, kushtimisht përjashtojmë, nëse lojmë anësh ato 10 persona, ju nuk keni aty shumë opsione, sepse unë kam thënë prej fillimit, si shohun e politikën, kur nuk guxoni që të vinë një
se them ashtu, një formë të blokadimit ose them ashtu barikadimit. Që unë kom përdor fjalën barikadim, bunkerizim, a dini sepse kemi bo sikur që secili brenda partisë politike vet dhe nuk po komunikon me tjerët. Kjo nuk u dash që të jetë, nuk duhet të ishte, sepse ju vetveten e minimizoni ose e zvogloni çatë mungesë të manevrimit, se që është normal, në politik duhet të jeni fleksibil sa i përket interesa strategjike politike. Dhe unë e di, të gjithë ne e dim, që prej këtij procesit, prej shkurtit deri sot, besoj që kemi humbur në shumë elemente, me sa i përket imazhit dhe financave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, po, sepse nuk kemi pas mundësi që të bëjmë një qeveri ose një koalicion. Prandaj kjo do të vazhdojë, dhe në këtë rast, pasi që prapë po them, unë shumë kam dëshirë që të bëhet qeveria, por nuk besoj që është reale. Prapë kjo na sjell në një situatë, edhe nëse zonja presidente e jap për shembull, nëse mandatarin të dytë. Mandatarin e dytë, prapë nuk e shoh, nuk jam optimist dhe aty që mund të bëhet një gjë e tillë, prandaj zgjedhjet fatkeqësisht po përsëris, po doke sikur opcioni më i real sa i përket përqindjes çka mund të ndodhë në të ardhmen. Pasi që pyetja juaj ka qenë çka mund të presim, në këtë rast unë e shoh që vetëm zgjidhjet mund të janë një rrugdalje, dhe bidje prej sotit po kisha sugjeruar të gjithë partive politike që ta përmbahen vokabularit, diskursit, akuzave. Po, se mos të harrojmë që politika është një shkencë potencialisht shumë humane dhe shumë e mirë. Nëse i përdoret nga njerëz të duhur, njerëz të dignitetshëm, njerëz të sinqert, dhe nuk ka nevojë që qytetarët, në veçëti që ka dëgjoj do 3, 4, 5 muaj të fundit nga qytetarë shqiptar, po flas tash këtë rast, që ta na klasifikojnë sikur një lloj të njerëz të këqij, të cilët politikan të vrarësh ashtu me radhë. Nuk ka nevojë, se është për ne, varet prej ne, siç trajtojmë njëri tjetrin. Nuk ka nevojë që të bëhemi bunkerizim, ai përdori edhe një herë. Para se bile ta nisit procesit të bëjmë një, të them ashtu, pëngesa mes nesh, pa pas kur farë nevojë. Ashtu që varet, dhe unë prapë po them, ne mund të jemi aty, ne nga radhët e komuniteteve mund të jemi një element i cili ka një peshë, por mos pritni prej nesh që ta ndërtojmë problemet. Pajtojmë plotësisht, po, me prit prej veton Berishës votën e për Nana Drashiqës, çka kanë me bëjë. Këta 100 deputet shqiptar, tash unë po flas pak më shlirë, 100 këta kanë zgjidhje me dashme bë zgjidhje. Zgjidhja është nuk po i lëm 10 votat e listës serbe anash, pa naj kalkulim, pa naj gjykim tamen për aspektin e tyre. Po nëse edhe s'janë ata, 100 vota të tjera në kuvendin e Kosovës mund me bëj qeverinë. Për shkak të diskursit, akuzave dhe kundër akuzave që kanë ndodhur, e kanë pa të gjithë, e kanë pa, po shpresoj e kanë marrë mesazhin të gjithë edhe në zgjedhjet lokale, edhe në balotazh. Do ta marrin sepse edhe mesazhi i qytetarëve ka shku ashtu që i ka dënu të gjithë në mënyra të ndryshme. E ke përmend 3 elementet kryesore, po duhet që kjo me përfundue, përmende që je pak optimist për qeveri kurti 3 me numra të pak, e përmende gjithashtu që je gjithashtu pak optimist që mandatari i dytë nëse e merr nga presidenti Osmani mund ta bëj qeverinë, dhe e thënë në fund që zgjedhet në këtë citat po shihen si zgjidhja më e mirë. E fundit, atëherë nëse kjo mbetet kështu, kur zgjedhet këtë vit apo në fillim vitit? Shumë bashkëpunëtor të vi po më pyesin, dhe a dini çka ju jep një luksoz të gjersimit, eksperiencë, dhe mbesoni se shumë rrallë po gaboj, tash pa modesti po them, por shumë rrallë po gaboj. Sipas me, kjo pasi që shumë shpejt do të ishte se njerëz janë lodhur, ju them vërtetën, dhe ne jemi të lodhur, por njerëz janë lodhur me politikë, do thotë e kemi 2 variante. Varianta e parë është dikun deri në mes të dhjetorit, që është reale, se pastaj e dini, kur niset prej 20 dhjetorit nuk ka punë aty. Ose fillim të shkurtit. Fillim të shkurtit. Po, fillim të shkurtit. Dhe kjo është, si këmë tonë, opcioni i fundit që të organizohet zgjedhjet, fillim të shkurtit.
Dikush mund të thetë që në fund janarit dhe ajo është opcion, nëse megjithatë me këtë kapacitetin që të jemi operacional, kjo vjen dikun fund janarit ose fillim të shkurtit. Prandaj unë nëse duhet ta me bosë bazë si bazë kishte thonë në fillim të shkurtit. me pushu pak. Pa, jo po vërtetë po. Ndoshta Më marrë energji edhe një herë. Ndoshta këtë propozimi jem ose sugjerimi jem dikon në do njerëz që kanë marrë vendim që mos bile për vitin e ri 3 rahat. Sigur që po përmend, është paradoksale, por për shembull i thash dhe familjarëve, unë këtë vit kom shkuar vetëm 2 herë jashtë Kosovës, për të private, vetëm 2 vikenda. Dhe kjo ka qenë premten pas ditë të shkoj, kthehem në të hanën mëngjes. Prandaj vetëm 2 herë ka 2 ditë, dhe kaq ka qenë. Kështu që bile për vitin e ri këto ditë besoj që mundem ti lidhëm pak ditë. Sakt. Zotin Nenad Radashić, knaqësi gjithmonë me bashkëbisedu për tema shumë të rëndësishme për partinë tuaj, për aktivitetet edhe për të gjitha ato që po ndodhen edhe në komunitetin serb në Kosovë, por edhe në politikën e brendshme. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për këtë. Shkëndëruar ishim me zotin Nenad Radashić, politikan serb, nënkretar i zgjedhur në Kuvendin e Kosovës, ku diskutuan për shumë tema aktuale vendore politikës, por edhe të komunitetit serb në Kosovë. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.